Prefektja e Qarkut të Vlorës Evisa Lushi ka kthyer për rishqyrtim në Këshillin Bashkiak projekt vendimin për ngritjen e shoqërisë bashkiake Vlora Invest ShPK, duke mos i dhënë miratimin e ligjshmërisë. Sipas institucionit të prefektit, iniciativa për krijimin e kësaj shoqërie paraqet problematika ligjore, çka ka sjellë refuzim dhe rikthimin e saj për shqyrtim të mëtejshëm. Projekt vendimi në fjalë ishte miratuar më herët nga Këshilli Bashkiak i Vlorës në një mbledhje të zhvilluar ditën e shtunë, më 28 shkurt, një ditë pushimi, ku mori 26 vota pro nga këshilltarët e mazhorancës socialiste. Kjo çështje u rikthye sërish për debat në mbledhjen e Këshillit Bashkiak të Vlorës këtë të martë, teksa kryetaria e Këshillit Bashkiak Elpinishi Mërkuri tha se pasi prefektja e refuzoi që të shprehej për shoqërinë Vlora Invest ShPK, i është dërguar një tjetër shkresë zyrtare. Vendimi Këshilli Bashkiak Vlorë nr. 19 datë 28/2/2026 për krijimin e shoqërisë bashkiake Vlora Invest ShPK në pronësi 100% Bashkisë Vlorë, bazuar në ligjin nr. 44 fraksion 2015, Kodi i procedurave administrative në 3 fraksioni A, akti ka karakter individual. Sqarim për këtë pikë të ligjshmërisë së shprehjes së Nazirit Prefektit Qarkut Vlorë, kemi rinisur një kërkesë tjetër, lidhur dhe nga shkresat e mëparshme për shoqëritë e krijuara në varësi të Bashkisë Vlorës, të cilat prefektura ka shprehur anjansi apo një ligjshmëri për këto lloj projektvendimesh. Në këtë projektvendim është dërguar sërish prefekturës një shkresë në të cilën jemi ende të pritjes së një përgjigje. Këshilltari Gjergjinika është shprehur kritik dhe jashtëpër me prefektin Evisa Lushi, që sipas tij në këtë rast ka shkelur ligjin, pasi duhet i ishte më e qartë me vendimarrjen e saj dhe jo të mjaftoi me akti ka karakter individual. Ato çka kemi thënë në mbledhjen e fundit duhet ishin marrë parasysh dhe ja ku jemi në këtë situatë sot. Nuk është herë e parë që jemi në këtë situatë, jemi shumë herë në këto situata, se shumë gjëra ja u kemi thënë dhe ju vazhdoni me arrogancë, me këmbgulje, me kokforci për t'i quar deri në fund dhe fundi dihet kush është. Fundi është paligjshmëria. Mënyra e shprehurit perfektes, akti karakterit individual për këto projekt vendime nuk gjenden në asnjë ligj. Dhe pjesa më e keqe dhe më arrogante është kur prefektja vazhdon shkeljen kur e kupton që ka shkelje. Prefektja duhet shprehet o e ligjshme o e paligjshme. Në relacionin që prefektura u ka dhënë për Vlora Investin u thotë, rikaloni Vlora Investin në këshill. Ju si këshill bashkiak, juve po e ktheni prefekturës për të shplehur ligjshmëri. Prefektura është shprehur. Akti karakterit individual, jemi ne që vendosim. Këshilltari Atirit Hoxha tha se në këtë mbledhje administrata e Bashkisë së Vlorës duhet i jepte llogari për mos shprehjen e ligjshmërisë nga prefektura e Qarkut të Vlorës për shoqërinë Vlora Invest ShPK. Për shkak të orientimit që ka bërë prefekti i Qarkut Vlorë, do duhet që sot nga administrata minimalisht të jepë një Këshillit Bashkiak sa i përket mos miratimit, dhe është e drejtë ajo që thotë edhe zoti Nika, nëse projekt vendimi është integral, nuk mundet që një pikë e këtij projekt vendimi të jetë i paligjshëm dhe pjesa tjetër të jetë i ligjshëm. Ai është një projekt vendim integral i cili përmban disa pika, por që normalisht ne kur votojmë këtu nuk votojmë pika të cilat janë të cituara brenda projekt vendimit. Ne miratojmë projekt vendimin integral. Pra ju paraqesni një projekt vendim, administrata paraqet një projekt vendim përpara Këshillit Bashkiak dhe kërkon miratimin e këtij projekt vendimi si të gjithin. Nuk mundet që të ndahet brenda projekt vendimit që një paragraf është i ligjshëm apo një paragraf është i paligjshëm. Në këtë kontekst, unë mendoj që administrata është e vonuar, duhet sot pikërisht mbi bazën edhe të orientimit që ka bërë zyra e prefektit, do duhet ta kishte korrigjuar këtë projekt vendim. Pra, sot Këshilli Bashkiak do duhet kishte një vendimarrje lidhur me projekt vendimin sa i përket paligjshmërisë së konstatuar nga prefekti i Qarkut Vlorë. Në mbledhjen ku u miratua kjo shoqëri, përfaqësues të opozitës ngritën shqetësime serioze, duke argumentuar se krijimi i një shoqërie të tillë bie ndesh me ligjin për vetëqeverisjen vendore dhe mund të krijojë hapësira për favorizim të interesave të ngushta ekonomike apo siç u shprehen ata, të shërbej oligarkëve. Edhe brenda radhëve të mazhorancës socialiste pati rezerva dhe diskutime. Disa prej këshilltarëve pranuan se projekti kishte nevojë për rishikime dhe përmirësime, duke marrë në konsiderat reagimet e qytetarëve, grupeve të interesit dhe çështjet e ngritura në media.